Selamu alaikum wa rahmatullah gjithve. 29 ditë Ramazan, 29 mundësi për të reflektuar, për të mësuar, për të pastruar shpirtin. Gjithë ato video të vogla që i keni pa dhe ato këshilla që i keni ndjek, ishin një përpjekje e vogël për të pasur dobi vet, edhe për të pasur dobi të gjithë ata që i kanë ndjekur, kurse Allah është ai i cili jep suksesin. Në ditën e dytë, dita e tretë, ai ditën e katërt Ramazanit, dita e gjashtë, në ditën e shtatë, dita e tetë, dita e 11, dita e 13, në 17 Ramazan, në 20 Ramazan. والعيد شرف بالحب الله يحيي ما دمنا مع بعضنا دامت بسعيد. Bajrami nuk është vetëm një ditë feste. Bajrami është një shenjë se durimi shpërblehet, se përpjekja sjell rezultatet e veta. Prandaj sot jemi plot gëzim e lumturi, e ngazëllim për këtë festë të madhe që na ka ardhur. فيه الفرحة معهودة افرح وانسى أحزانك فيه الضحكة معسولة لاعبها بكل أشجانك فيه الفرحة معهودة افرح وانسى أحزانك فيه الضحكة معسولة ألحانك ردد كلمة منشودة عيد مبارك بألحانك خلي العيد بحلولك فرحة وسامر خلانك فرحة وسامر خلانك. Kështu, sot le të jemi fytyrshëllur, le të dhurojmë buzëqeshje, le të përqafojmë ata që i kemi pranë, le të telefonojmë atyre që i kemi larg, le të dhurojmë fëmijëve dhurata të mira që nuk do t'i harrojnë. Kështu le të gëzojmë këtë ditë si është mundësia më e mirë. Prandaj urime Bajramin, gëzuar sot e mot.